Gazetari Gëzim Mekuli ka reaguar ashpër ndaj kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama, pas publikimit të një editoriali të përbashkët me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vučić, në gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung, ku i kërkojnë BE antarësimin në hapësirën Schengen. Në anën tjetër, sot, miku i Edit Ramës, presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, sapo ka krahasuar bombardimet e NATO-s mbi Serbinë me sulmin e amerikanëve në Iran. Ja çka thot sot, fjalë për fjalë, miku i Edit Ramës. E gjithë kjo po kryet, ashtu siç ndodhi në Serbi, ata gënjyen gjatë gjithë kohës se ishte një katastrofë humanitare, dhe thelbi ishte në dy gjëra. Njëra është si një nënhap brenda të njëjtës pikë, një pikë vetme, ndryshimi i regjimit në Beograd në vitin 1999-2000, dhe si pika e dytë, thelbi i të gjithë veprimit të NATO-s, fitimi i pavarësisë së Kosovës, domethënë ndarja e 14% të territorit të Serbisë dhe dhënia e pavarësisë atij territori. Dhe Edi Rama e ka përcen Kosovën, e përjashton Kurtin dhe bashkë me Serbinë e motshme të Aleksandar Vučićit lidh pakt politik, diplomatik dhe ekonomik. Konsekuent deri në fund, apo e ndihmon Rama Serbinë e Vučićit dhe po përjashton shqiptarët e Kosovës dhe Kosovën si gjeopolitik. Deputetja e lëvizjes vetëvendosje, Adriana Matoshi, ka reaguar me ironi ndaj Partia Demokratike e Kosovës, PDK, lidhur me çështjen e kandidatit për president, një temë që prej javësh po dominon debatin politik në vend. Përmes një postimi publik në rrjetet sociale, Matoshi ka thumbuar subjektin opozitar, duke shkruar se PDK-ja pas ka kandidat, ama s'po e tregon emrin, duke lënë të kuptohet se partia po heziton ta bëj publik emrin e personit që synon ta propozoj për postin e kreut të shtetit. Me tone të theksuara ironike, ajo ka vijuar duke thënë se mund të provoj ta gjej kandidatin përmes inicialeve. A mundem me provu me aqellu me iniciale? Nëse është personi në fjalë, lus PDK-n me ma bo like, ka shkruar Matoshi përpara se të publikojë inicialet SL, duke nxitur reagime dhe komente të shumta nga ndjekësit e saj. Postimi i saj është interpretuar si një sfidë drejt për drejt ndaj PDK-s për të sqaruar publikisht nëse ka apo jo një emër konkret për president dhe për të shmangur, sipas saj, spekulimet që po qarkullojnë në opinion. Deklarata e deputetes vjen në një moment kur procesi i zgjedhjes së presidentit ka rritur tensionet politike dhe ka thelluar përplasjet mes pozitës dhe opozitës. Çështja e kandidaturave, numrave në kuvend dhe mundësisë së arritjes së konsensusit mbetet në qendër të diskutimeve politike, ndërsa partitë ende nuk kanë bërë publike lëvizje konkrete. Deri më tani, nga PDK-ja nuk ka pasur një reagim zyrtar lidhur me postimin e Matoshit apo me aludimet për inicialet e përmendura. Megjithatë, reagimi i saj ka rikthyer vëmendjen te transparenca e procesit dhe pritshmëritë e publikut për qartësi rreth kandidaturave për një nga postet më të larta shtetërore. Debati për presidentin pritet të intensifikohet në ditët në vijim, ndërsa mbetet të shihet nëse ironia e Matoshit do të marrë një përgjigje konkrete nga opozita.